Kryeministri i vendit Edi Rama ka zgjedhur të nderojë Fatos Nanon, ish kryeministër dhe lider historik i Partisë Socialiste, duke publikuar një video kartolin që shfaq momente kyçe nga jeta dhe karriera e tij politike. Nanon do nga jeta në moshën 73 vjeçare pas disa ditësh në gjendje të rëndë shëndetësore. Rama e përshkrua Nanon si një mik të dikurshëm dhe të rigjetur, duke nënvizuar se kujtimet dhe vendi i tij në historinë e Partisë Socialiste janë të pazëvendësueshme. Në video kartolin përfshihen mesazhe të rëndësishme të Nanos që lajnë gjurmë në historinë politike të vendit. Rama e nis me Kongresin e Partisë së Punës së Shqipërisë në vitin 1991, ku krijua Partia Socialiste e Shqipërisë. Partia Socialiste e Shqipërisë nga ky kongres i shpreh vendit, botës dhe të ardhmes mesazhin që ajo do të vazhdojë të luftojë demokratikisht për të mbetur një nga forcat dhe alternativat kryesore politike të jetës së vendit dhe të jetës europiane. Në rrjedhën e kujtimeve, Rama ka përfshirë edhe vitin 1993, kur Nano u arrestua dhe u dënua për akuza që ai veti quajti politike. Nëna ime, ditën që u nisa për prokurori dhe i thash mund të vonohem ça. Më tha të kuptoj birë, do të pres. Video përfshin edhe momentin e lirimit të tij nga qelia e Bëndshës në vitin 1995 për të marrë pjesë në varrimin e nënës së tij, ku Nano ndani emocionet e këtij episodi dhe rëndësinë e të drejtave njerëzore dhe gjatë kohërave të vështira. Edhe autoritetet që më dhanë mundësinë të jap lamtumirën e fundit bashkë me njerëzit e mi më të afërt, nënës time. T'i falenderoja sepse do të përgëzoja faktin që ata e njohin anë pushimit, para vdekjes edhe hasmrit ulin armët. Ndërkohë, citohen edhe episodet e arrestimeve në vitin 1993, trazirave të vitit 1997 dhe takimet e tij me figura ndërkombëtare si Ibrahim Rugova, Silvio Berlusconi dhe Recep Tayyip Erdogan. Videokartolina tregon gjithashtu jetën personale të Nanos, përfshir martesën e tij të dytë me Joanën dhe momentet kur dha tërheqjen nga drejtimi i Partisë Socialiste. Rama i përmbyll lamtumirën me një mesazh të thellë për figurën dhe trashëgiminë e Nanos, duke theksuar rolin e tij të pazëvendësueshëm në historinë e Partisë Socialiste dhe të politikës shqiptare.